krejt kjo ka fillu në vitin 2023, kur Petrite Halila e ka pasi të nevojshme me pas një hapësirë si Villa Romana në Firenze në Itali, ku edhe ka pas shkëmbime të artistave që kanë shku nga Kosova në Itali për rezidencë. Dhe është pa nevoja me pas një qendër të tillë edhe në një vend të Kosovës si Runiko. Me që Petriti vjen edhe nga Runiko dhe ka pas projektin edhe shfaqjen shkreptima që e ka bon vitin 2018 në Shtëpinë e Kulturës në Ronik. Ka fillu me mendu për revitalizimin e kësaj hapësire në bazë të diskutimeve edhe të kujtimeve të qytetarëve të Runikut. Pas kësaj, krejt kjo ka fillu në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, po mënoj ku është bo edhe memorandumi midis Ministrisë Kulturës edhe Komunës së Skënderajit edhe Fundacionit Hajde për projektin ideor të kësaj shtëpie të kulturës në Ronik. Ars Atelier janë mundu me mbajt shumicën e ndërtesës ekzistenciale. Gjithçka që ka me u ndërtu e re, ka me qenë jashta mureve që veç ekzistojnë. Kryesisht renovimi më i madh ka me u bo mbrenda hapësirave, mbrenda mureve që veç ekzistojnë. Është një bashkëpunim i këtyne dy arkitekturave të asaj kohe në viteve 70 apo 50-ave kur është bo kjo ndërtesë, edhe muret e jashme me materialet të cilat janë shumë të ngjashme me ato që veç ekzistojnë. Kryesisht Ars Atelier janë mundu që këtij projekti me i dhënë më shumë karakter brenda hapësirave ekzistuese, për shembull teatrin, muzeun, hapësirat bibliotekës, këtë rast që është shtu prej kësaj që nuk ekziston, janë për shembull arkivimi i materialeve ndryshme ose arkivimi edhe i veprave të artit, skulpturave të ndryshme. Këto janë kryesorët, si dhe gjithashtu sistemi i ujitjes, i rrymës ka me qenë më bashkohor, më i kohës tonë. Ministria e Kulturës këto iniciativa i mbështet gjatë gjithë kohës, sidomos kur është në fjalë një institucion publik si Shtëpia e Kulturës, edhe e ka pa të arsyeshme, me që edhe Shtëpia e Kulturës është edhe në listën e trashëgimit e aseteve të trashëgimisë kulturore me mbrojtje të përkohshme. Gjithashtu e ka pa të arsyeshme që me fillu procesin edhe me revitalizu edhe këtë shtëpi, sikur institucione tjera trashëgimisë kulturore që po revitalizohen. Deri tash me Ministrinë e Kulturës kemi pas mbështetje shumë të madhe dhe kemi qenë në takime të shumta për me ardhur deri te kjo pikë. Tash na mbetet me pa procesin, fazën tjetër të këtij projekti. Sa i përket artit edhe kulturës, momentalisht gjithçka po ndodh në qytetet mëdha si Peja, Prishtina, Gjelani apo Ferizaj, e shohim shumë si mundësi të madhe në një me u decentralizu pak edhe arti edhe kultura dhe me i arrit edhe disa vende ose ku kanë potencial si edhe kjo e Runikut. Për Fundacionin Hajde kjo do me thonë shumë, sepse pastaj me bashkëpunim me Komunën e Skënderajit planifikojmë që aktivitetet tona që janë edhe në Prishtinë me i
është bartë edhe atje. Përveç tjerash, kemi fillu edhe me mendu që paka shumë me dërgu aktivitete, me nisë me dërgu aktivitete edhe në Ronik, që qytetarët e Ronikut veç me pa që Shtëpia e Kulturës po renovohet edhe veç me qenë të pregaditun për hapjen e saj dhe aktivitetet që kanë me qenë pjesë e Shtëpisë Kulturës në bashkëpunim me Fondacionin Hajde në këtë rast, apo edhe organizata tjera kulturore që dojnë me përfitu prej këtij rasti edhe me çu artin edhe më tej.